Përshëndetje shikues të nderuar, ju përshëndesim nga studia qendrore e televizionit të pavarur Festa. Ju përshëndesim të gjithë shikuesit jo vetëm në Kumanov, Likov dhe në Maqedoni, por enkës përshëndesim shikuesit tanë besnik në diaspor, në Zvicër, Gjermani, Austri, por edhe përtej oqeanit. Sonte kam nderin të paralajmëroj një mysafir special, një mysafir që gjatë kohë nuk e kemi patur në studion ton televizive, mirë po ja sërish. Po vjen tek ne në Kumanov, me siguri me ne do të shpalos shumë gjëra interesante nga skena politike në vendin ton, por edhe më gjërë. Është dëshmitar i kohës, protagonist i politikës në 33-4 vitet e fundit në Republikën e Maqedonisë. Me siguri tash më veç po e dini për kë kam fjalën, është pra zotin Mendo Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Zoti Thaçi, mirë se erdhët sërish në Kumanov në televizionin Festa. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kryetar, ky emision u prit me bujë që të jeni ju sonte mysafir me ne, të flasim pa doreza, të flasim hapur për shumë gjëra, për tërë rrugtimin tuaj politik gjatë këtyre viteve. Mirë po ajo që më bie e para që pyes, gjatë ndejeve, gjatë bisedave, këtë takosh, thonë s'kish pas faj Mendo Thaçi. Me të drejtë e pati Mendo Thaçi. Pse sërish ktheheni në figurë kryesore dhe njerëzit të thirrën pikërisht në thënjët e tuaja? Faleminderit, faleminderit për ftesën, kam një mbamendje shumë pozitive për ju, për televizionin tuaj dhe për Kumanovën, për shkak se ne bashkërisht jemi bashkëkohnik. Unë kam dalë herët në skenën legale politike në 93-shin. Mbamendjen pozitive kam se ju ishin ndër të rrallët, si me ndium atëherë, që kishi guximin që më merrni në misione. Pyetja e juaj drejt për drejt pak po më sjell siklet, se është Pak edhe nostalgji? Jo edhe nostalgji, po për mua nuk parapëlqej vetës me i vendos medalje si individ, se kjo është karakteristike e liderëve të cilët përkujdesen vetëm për imazhin e vet, për suksesin e vet personal. Unë mendoj se kjo është një karakteristik për partinë tonë, për Partinë Demokratike Shqiptare, po dhe për shqiptarët përpara që kanë vepruar në këto territore. Duket pak konfuze kjo që e them, po do të keni durim se do të sqarohem konkretisht. Si politikan do duhet të respektoj edhe opsionet tjera dhe grupimet tjera politike. Jo të gjithë kanë qëllime të këqija, disa dhe me qëllime të mira, disa kanë vlerësuar se PDSH është ndoshta tepër radikale, PDSH-ja qëndrimet politike i ka që ndeshen me të ardhmen e Maqedonisë kështu me radhë, dhe kanë ngritë opsione të tjera politike, më të lehta, më të buta, më të moderume, siç është rasti i zotit Ahmeti me BDI-n, të cilët patën një fjalor shumë pro-Macedon gjatë qeverisjes tyre se Maqedoninë e kanë atë dheje, se PDSH-ja do të ndajë Maqedoninë, se këta janë shumë të përkushtuar për Maqedoninë e kështu me radhë. Kjo dështoi, nuk dha rezultate. Dhe ky dështim i rikthen njerëzit dhe shqiptarët e Maqedonisë tek programi dhe platforma e PDSH-s, për që janë i sinqert, jo tek Mendo Thaçi, si individ. Besoni, po mundohem ndonjëherë të kem edhe mirë kuptim për njerëzit të cilët për herë kanë qenë kundër meje, për partitë të cilët kanë qenë kundër meje. Për një segment nuk kam mirë kuptim, se unë kam kaluar momente të rënda dhe të vështira në karrierën time si individ, si prind, si vlla, si mik i dikujt. Mu kanë shku drejt asaj edhe që të më dehumanizoj. Më thonë, sulme kanë qenë frapante, të papërmbajtshme, shumë të rënda, likviduse,
si në aspektin moral, si në aspektin kombëtar. Edhe unë ka pak ndoshta u bëhet qefi kundërshtarëve të PDSH-s dhe të mirë se unë realisht dhe fizikisht jam i lodhur me këtë rezistencë 33 vjeçare, edhe si individ. Dhe t'ju them se unë jam mundu një kohë gjatë që gjeni njëri tjetër, një kryetar tjetër, një njëri i cili fillimisht do duhet ta garantoj mbijetesën e këtij përcaktimi, këtij programit, kësaj platforme se Maqedonia nuk bën të funksionoj me supremacion një kombi ndaj një kombi tjetër, se kjo nuk do të ketë rezultate, kjo nuk do të jetë zgjidhja e vërtetë, prapë do të kemi probleme, prapë do të kemi konflikte dhe vazhdoj të jem në kërkim të një njeriu i cili do të arrijë ta bajë këtë barë. Është barë shumë e rëndë, shumë e vështirë, kam argumente për këtë që e flas. Karriera ime mas vete ka një 2 vjetë e gjysmë qeverisje dhe një 30 vjetë diçka opozitë. Dhe sinqerisht mendoj se rikthimi i njerëzve duhet të kultivohet jetë në këtë dimension. Programi dhe platforma e PDSH-s, jo individi. Po individi kur është lider duhet të mbajë një pozicion qëndrueshëm, mos të lëkundet, pavarësisht prej sulmeve, pavarësisht prej pasojave. Dhe këtu po e përmbylli këtë hyrje. Unë vazhdoj të jem njeri i shëndosh, psikologjikisht dhe fizikisht, të falemderu normalisht dhuntis natyrore dhe të Zotit. Unë s'kam probleme personale, mas një njeri qoftë shqiptar këtu, shqiptarët në hapësirën shqiptar, apo edhe Maqedon dhe të tjerë. Po jam i prirur që mos t'hek dorë për kësaj. Ne bashkërisht duhet kuptojmë se njerëzit të cilët i zgjedhim janë përfaqësuesit tonë. Ata duhet të zgjidhin problemet e popullit, problemet e kombit, jo të zgjidhin problemet individuale. Tashmë bëhet edhe më vështirë. Vitet kur ne jemi paraqit skenë 93, paradoksalisht ka qenë ma lehtë merresh me politikë kombëtare. Për shkak se të tjerët, kryesisht e kanë fjalën sllavat, ishin ma brutal në represionin e tyre dhe mënyra për të mbritur argumenti se po na shkelin dhe na dëmtojnë ishte më lehtë. Sot edhe ata janë bërë më sofistik. Dhe shumë vështirë që ti të arrish të riprodhosh një argument të ri të një shtypje apo sundimi modern që u bëhet shqiptarëve në Maqedoni. Dhe përfundimisht duhet të largohemi pe kërkesës së fajtorit kujdestar për këtë gjendje. Se kjo u bë mod, se fajtori kryesor janë Maqedonët, janë partitë Maqedone. Kjo ata janë, mirë po kjo na ka pengu që ne të reflektojmë ku janë fajet tonë, ku janë fajet e organizimit politik shqiptarëve, apo edhe të një faktori politik i cili na uzurpoi një çerek shekullit jetës tonë, siç është BDI-ja, dhe kjo më pastaj rezultoi me një mungesë totale të rezultateve në ecjen përpara që sot njerëzit e shohin. Unë shumë ma shumë jam i interesuar që njerëzit tonë të kuptojnë se BDI-ja ishte një fatalitet historik, se sa ti bashkangjiten me eufori PDSH-s. Dhe PDSH ka pikat e veta të dobta. Dhe PDSH ka pas në sistemin e vetë kadrovik njerëzit të cilët e kanë vu interesin personal para interesit përgjithshëm. Kështu që me një fjali po përmbyll, nuk është merit personale, është më shumë merit e njerëzve që e kanë bajt gjallë këtë ide. Në të ardhmen prapë bashkërisht duhet të investojmë në program, platformë dhe në kërkesa reale, politike, të cilat në rënd të parë duhet mirë kuptohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati jonë dhe nga Bashkimi Evropian. Një mik para disa vitesh në Tetov, më pa thënë PDSH gigant politik ka qenë. E në atë organizim gigant politik keni qëndru pikërisht jo në krye, bashkë me Arbër në Xhaferin, keni patur normal në krah një vizionar të madh, shqiptar, jo vetëm shqiptar, por edhe ballkanik e
evropian. Megjithatë, qëndrojmë me një shtëpi dhe probleme halli sa dush. Po ju të qëndroni krye të proceseve shqiptare, demokratike, nuk ka qenë punë e lehtë. Keni qenë edhe i akuzuar, edhe i etiketuar, edhe tash po rikthejmë mbrapa, keni patur edhe një dosje të madhe, me nofkën destruktive, sa si ka qenë. 3-4 dosje, 3-4 kontekst. Mirë po mendu thashi, ju qëndrojnë në mënyrë gandiane të gjitha këtyre, si arritët? Çfarë potenciali pa të psikologjik e fizik? Zoti Xhaferi, kryetari jonë, është ideolog politik, pa diskutim, dhe njëri i përgatitën i cili i ka vendos konturat e programit politik shqiptarëve të Maqedonisë. Unë tonë kohës jam mundu që këta kontura t'i bëj reale. Kjo proces i rëndë, nuk është i letë. Kur diçka e shkruan në letër dhe pastaj e bën praktike është shumë e rëndë dhe e vështirë. Ka pas shumë njerëz të cilët kanë qëndruar pranë meje, po ka pas shumë njerëz të cilët duke më shiqur në televizor më kanë mbështetur. Këto janë më meritorët që unë kam një bjetes tillë politik. Dhe thash edhe në fillim, sulmi ndaj personalitetit tim ka qenë i paskrupullt. Njerëzit sigurisht që i harrojnë të gjona. Edhe unë mundohen t'i harroj, po se arrit dot i fali, po mu më kanë ndodhur ata vragët e atyre sulmeve. Unë jam sulmuar nga skajshmëria në skajshmëri. Jam sulmuar si tradhtar. Jam sulmuar me përgjime të ndryshme me fjalë që s'kan kuptim për logjikën, se unë e kam thënë dikujt, qoftë Maqedon apo dikujt tjetër, se unë e vdes deri në fund, por s'ka logjik, nuk ka kuptim. Unë jam person apo i vetmi opozitar i ndjekur në një proces penal të 10 vjeçar, gjesa BDI-ja ka qenë pushtet dhe s'ka pas asnjë far ndjekje. Kretë ndjekjet që u bon nga ana e prokurisë speciale, të gjithë kanë qenë pushtetar, përveç unë që kam qenë opozitar. Kam qenë i etiketuar gjitha mënyrat dhe variantat, dhe ka pasur tentime dhe për likvidim moral. Çka të them më rënd, për dehumanizim. Të them se karakteri im është mbi natyror për të mbijetuar kësaj, ndoshta nuk do ta them krejt vërtetën e madhe. Vërteta e madhe është, po them me sinqeritetin, si dia fjalë e dur, vdekje prush. Unë kam bindje të paluhatshme në këtë perspektiv. Edhe sot. Kam bindje të palëkundshme në programin e Partisë Demokratike Shqiptare. Përndryshe nuk e reziston gjithë këto goditje. Kjo bindje ime sot vërtetohet të gjithë shqiptarët se mënyrat që i kemi përdor apo i kanë përdor grupimet tjera politike nuk japin rezultat. Jam i vetëdijshëm se mënyra që plason PDSH është më e rëndë, është më e vështirë. Rrezikon që të marrim në shuplak për bashkisë ndërkombëtare. Po unë vazhdoj të them, shqiptarët e Maqedonisë nuk realizojnë asnjë të drejtë derisa nuk arrijnë të një mekanizëm juridiko kushtetues që atyre u garanton vendimarrje me konsenzus bashkë me Maqedonës. Përndryshe, vjen keq këta njerëz që eksponohen pushtet, qofshin ministra apo funksionar tjerë, figuraturisht po ju them. Me këtë situatë, me këtë konstelacion juridiko kushtetues, edhe Skënderbeun me e kthy, me e fut në qeverisjen Maqedoni, ky sistem e kompromiton. Për shkak se nuk i jep shqiptarit fuqi vendimarrëse. Maqedonasit kanë keqpërdor gatishmërinë tonë që në krah të politikës perëndimore të garantojnë mbjetesën dhe funksionalitetin e Maqedonisë. Unë mendoj se tash është momenti prapë të rikthehemi.
Dikush mund thot, po flet shumë për rreth. Jo, flas shumë drejt për drejt. Aspekti i zgjidhjes problemit juridiko-kushtetues mes neve dhe maqedonosve do të bëhet në bazë të funksionimit shteteve moderne, si Zvicra, si Belgjika, si Kanada e kështu me radhë. Kjo mënyrë që po mundohemi edhe sot e kësaj dite nuk jep efekt, nuk jep rezultat. Unë mendoj se ne do të duhet petanie të tjerë bashkërisht, kush ka dëshirë ta kontestojmë këtë sistem të vlerave dhe këtë sistem juridiko-kushtetues në Maqedoni, i cili neve dita ditës na dëmton sa më shumë. A do të kemi ne përkrahje për këtë? Fillimisht është vështirë. Fillimisht është shumë rëndë. A rezistenca jonë politike a do të jep efekte? Pa diskutim. Mirë po, ne kemi qenë në një fazë, si që thashtë, një qerek shekullit humbur nga një manipulim kapital historik. Ali Ahmeti na ka thonë 25 vjetë që u kam çliru, ndërsa sot vajton për mungesën e drejtave kombëtare. Kjo ka bërë edhe një dëm tjetër historik të shqiptarët e Maqedonisë. Për shkak se ti kur u thu njerëzve se ju kam çliru, të gjitha rezistenca tjera politike janë të padobishme, të panevojshme. Qoftë protesta, qoftë bojkoti, qoftë veprime tjera të pakënaqësisë. Dhe tash ne jemi në një fazë të tillë që do duhet bashkërisht ta kultivojmë këtë pakënaqësi politike në mënyrë demokratike, por në momente të caktuara do a bëjmë me dije të gjithëve se për ne funksionalizimi i Maqedonisë do të vijë vetëm atëherë kur këto kërkesa të inkorporohen në sistemin juridiko-kushtetues. Përndryshe vjen atrofia, dhe zvoglimi jonë. Besoj pajtoheni se rrugët dhe mohallat tona dhe fshatrat tona dhe qytetet tona dita ditës zbrazen. Dhe kur ti në politik kalkulon shumë me teori e haron praksën. Livadhi është i atij që i ka dhend. Nëse ti nuk ke dhend, nuk ke livadh. Nëse ne i marrim parametrat e regjistrimeve në Maqedoni, duket se ecim përpara, pa jo ecje në krahasim me natalitetin që kemi pas si popull, është si them, e papërfillshme. Dhe nuk është ndonjë ecje që na garanton të shkojmë përpara. Kur ata kundërshtarët tonë ta shohin se neve na kanë dëmtuar shumë, do të fillojnë ata të flasin me numra. Ata do të thujnë nuk jeni marrë 20%, edhe i keni ndëgjuar këto. Kur unë them që kushtetuta e Serbisë është më afirmative se sa kushtetuta e Maqedonisë në raport të përdorimit gjuhës hungareze në Serbi, se sa shqipes në Maqedoni, kjo duket e çuditshme. Kur unë them se inkuadrimi apo antarësimi i plotë e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nuk do të thotë mënyrë të automatizuar edhe zgjidhjen e problemit shqiptarëve, e marr shembullin e hungarezëve në Rumani, që janë 1.500.000, dhe të turqëve në Bullgari që janë duke 800.000, 900.000, dikush mund mos t'i njohë këto punë mirë, thotë, po si ata që nga shumë ma shumë se ne dhe s'pas kanë drejta. Jo, nuk është ashtu proporcionalisht. Hungarezët mund t'jenë 1.700.000 në Rumani, po është një shtet për 25 milion, 30 milion, dhe kur ta vendosish përqindjen ata binë 90%. Turqit mund t'jenë 800.000 në Bullgari, po në raport me një shtet 7-8 milion, se pra binë 10%. A këthejme Maqedoni. Nëse ne kalojmë 30%, dhe trajtesa ndaj nesh më poshtë se sa trajtesa që u bëhet hungarezëve në Serbi, apo hungarezëve në Rumani, apo turqëve në Bullgari, kjo flet se ne kemi ngesë në këtë drejtim. Po të më lejosh edhe një komponent. Euforia
e romantizmi dhe folklori janë shumë të nevojshë për ringritje. Unë pastaj fillojnë të bëhen ndamshme. Nëse nuk i kthehemi politikës reale, vazhdojmë që sot, sidomos kohët e fundit, partitë të caktuara, të cilat pretendojnë me çdo kusht pushtetin, siç është BDI-ja dhe Vleni, të mundohen që të tregojnë se janë patriot mëdhej, tregojnë ndonjë afërsi momentale qoftë me qeverinë e Kosovës apo me qeverinë e Shqipërisë. Dhe kjo na ka prunë një situatë të tillë që sot brenda të shqiptarëve të Maqedonisë, qeveria e Shqipërisë, kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Kosovës përplasen me njëri tjetrin dhe shqiptarët e Maqedonisë i bëjnë si ata gladiatorët në fushë betejë vetëm për të fituar poena privat, politik, partijak. Esencë nuk ka në këtë. Çfarë ka esencë? Cilët janë ndihmat e Shqipërisë që i jepen shqiptarëve të Maqedonisë, apo cilët janë ndihmat e Kosovës që i jepen shqiptarëve të Maqedonisë? Zero. Sidomos, kjo përplasje kohët e fundit me Sedi Ramës dhe Albin Kurtit, raport BDI Vlen, ja kanë nxjerrë komplet kajmakun dhe ka lënë gjizën këtij demonstrimit të kinse interesimit Shqipërisë dhe të Kosovës për shqiptarët e Maqedonisë. Kjo flet edhe për një agravim, rëndësim të pozicionit të shqiptarëve të Maqedonisë. Në këtë drejtim, unë dua të them se është koha e fundit që ne të eliminojmë romantizmin dhe folklorin për politikës shqiptare. Cila është rruga? Përveç asaj që thash platforma e PDSH-s dhe programi, rruga është ne duhet të kemi orientim sa më shpejt dhe shpresën e vërtet ta shohim tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe te Bashkimi Evropian. Përndryshe, nëse vazhdojmë, bëhemi se ndodhin gjëra shumë të rënda, shumë të vështira. Kur një kohë më ndodha se e përdorte shumë një fjalë të mirë. Ajra grosh tavolinës. Po, kjo ka të bëjë me njerëzit që e fitojnë drejtën e përfaqësimit. Ta njerëz që i zgjedhin shqiptarët nuk duhet të harrojnë se kur ulen tavolinë, si të thash paraprakisht, nuk flasin për interesa personale. Ndërpretet, më fal. Unë ende se kam dëgjuar kryeministrin e Kosovës që jep një kritik për qeverinë e Maqedonisë. E ndëgjoj pa ndërprej kryeministrin e Shqipërisë të dhon kritika për qeverinë e Maqedonisë, pse s'është BDI-ja në pushtet. Është shumë keq. E ndëgjoj në publik dhe s'mund mos flas për këtë deklaratën e përbashkët kryeministrit të Shqipërisë dhe presidentit të Serbisë, që Shqipëria dhe Serbia të bëhen antar të zonës Schengen pa përmbush kriterin e vetës. Kjo flet që pe halleve të mëdhaja që i ka Shqipëria dhe Kosova, kjo performancë dhe dukje se janë të interesuar për shqiptarët e Maqedonisë është thjesht manipulim. Nuk ka realitet këtu. Nuk ka këtu asnjë fakt që tregon se ka ndonjë interesim. Çështja që po e përmbylli këtu është edhe kjo, sigurisht e keni ndëgjuar se duhesh ka protestuar për mungesën e dhënjes mangësinë, që është provimi i jurisprudencës se s'është në gjuhën shqipe. Mirë, mund të jenë ata student, mund të përkrahim, po kjo është mënyra më perfide e legjitimimit të një dështimi të madh të BDI-s. Kjo është mënyra më perfide se dia është i përzim këtu, është qeveria e Shqipërisë, është vetëm BDI-ja, është ambasadori i Shqipërisë, po kjo s'më intereson, unë flas vetëm nga përvoja ime politike. Mënyra më e ligë e mashtrimit të opinionit publik brenda shqiptarëve të Maqedonisë dhe të bashkisë ndërkombëtare. Unë kam më lehtë flas me ty se me një general, dhe kemi kalu kohën e Jugosllavisë dhe njohim deri diku si funksionon. Kjo mu më përkujton vitet 56, 68, kur shqiptarët bënin kërkesa për të drejta minimale. Ky është shekulli 21 dhe nëse ne shkojmë me këtë strategji të BDI që të kërkojmë
se BDI-a ka thonë se gjuha shqipe është bërë zyrtare, ajo mo dihet, s'po e them nimi. Ne të kërkojmë provim një respondencës tjetë gjuha shqipe dhe kalojnë një 10 vite. Dhe më pastaj të kërkojmë që në toalet kur hym nëna në djathtë kemi drejt, po banalizoj pak, po s'kam në një mënyrë tjetër. Nëna në djathtë kërkojmë që të përdoret gjuha shqipe. Korridorin e tretë, në korridorin e katit tretë, nënën e majt, a përdoret ndonjë skaj. Është mënyrë e cila na shkatron. Dhe unë e di se sot mund të ketë doni keq kuptim, thonë nuk përkrahi kësi variantash. Po dëshirë nuk përkrah kësi mënyrash, kësi variantat këtilla. Dhe shpesh njerëzit kur më pyesin, duket se performansa ime publike dhe veprimi im politik publik është shumë më shumë kundër BDI-s se sa kundër qeverisë, u them nuk është ashtu. Ju lutem të më dëgjoni ma me seriozitet. Unë nuk mund të jem jo korrekt. Ta në jetën jam mundu të jem korrekt. E para, nuk mund të i fajsoj Macedonasit, kush do qofshin ata, edhe kryeministin, për gjithë këtë mangësi të përparimit dhe tesis përpara. Du t'i rikthehem edhe fenomenit të vetë kritikës. E dyta, nuk do t'ishte as pak korrekte nga ana ime të barazoj grupimin e Vlenit që është pushtet në Vjetegjis 2 me BDI që është 25 vjet ka qenë pushtet. Dhe tre, nuk mund të toleroj rikthimin e BDI-s në qeverisje apo në faktorizim politik në momentin kur absolutisht të gjitha kanalizimet dhe ujrat e zeza të BDI-s për 25 vjet kanë dalë në sipërfaqe. Prioriteti është ky që shqiptarët e Maqedonisë BDI-s duhet të thujnë falenderit, ky opcion politik tërësisht ka dështu. Për shembull, Katërsipërisht ka dështu opcioni politik që me marë, me thonë Macedonia është adheu im, është formulim idiotesk. Adheu im është vendi që respekton të drejtat e mia individuale, familjare, nacionale. Nuk mund tjetë, se për ndryshe do t'jesh shizofren politik që, apo të kesh sindromin e Stockholmit, të shtu. E dyta, nuk mund BDI-a të kërkoj që nëpërmjet shumicës votave shqiptarëve të jetë pjesë e qeverisë. BDI-a 2 herë ka hyrë në qeveri, duke pas numrin më të vogël të votave shqiptarëve, kur unë kam qenë lider i opozitës. Dhe e treta, nuk mundet një revolucion politik i vitit 2001, ende i pasqaruar, të legjitimohet aq lehtë pas një dështimi 25 vjeçar. Këto janë çështje të cilat bashkërisht duhet t'i konstatojmë. Dhe përfundimisht, rikthimi i PDSH-s si forcë kryesore politike shqiptarëve të Maqedonisë nuk do të kishte kuptim nëse është i njëjtë si i BDI-s apo i Vlenit. Prapë, unë përherë duhet të flas me njerëzit shumë drejt për drejt, shumë në mënyrë sinqert, i lush të mos këshkuptojnë. Karriera ime ka pas vete shumë argumente që s'duhet të më këshkuptojnë. Atë që e thash, nuk kam të lashe personale me askën. Nuk ta thash fillim, po e shoh se nuk kam këshkuptim as të ti nëse e them. Unë i shoh, unë i takoj shumë njerëz. Unë kam shumë njerëz që janë tarë, më thunë, njerëzit janë gati, kret janë me ty, kret janë, u them, me ne, vetëm nëse ai nuk don të fitoj. Kur ta thuin këtë prekesh, edhe unë adhin sa them, dhe më dëgjoni, do thoni njerëzë të cilët me të drejt, njerë votojnë për diken, njerë, kjo është demokraci. Ka një nga trestu. Një pjesë e njerëzve po kërkojnë që unë të fitoj, me qëllim e personalizoj, duke u bë unë si ata. Jo. Unë kërkoj që të fitojmë bashkërisht, duke u bë ju si PDSH-ja. Me pas qëndrimin e PDSH-s. Kjo s'ka të bëjmë me votuesin e thjesht, kjo ka të bëjmë me një mesazh të drejt për drejt,
të shumë njerëzve brenda PDSH-s të cilët janë degdis në për grupacionet ndryshme politike. Gjithmonë duke shku, zgat dorën se ja këtu është pozita, ja këtu është interesi material, dhe ata e shohin se kjo nuk funksionon. Rikthimi dhe mbështetja e PDSH-s duhet të jetë duke mbështet programin dhe platformën. Pra po them, jo individin. Për shkak se në momentin që kemi një rikthim në drejtim të programit dhe platformës, unë jam e sigur se dhe Maqedonët e kanë qartë se kanë ndryshu. Nuk është ajo që ka qenë. Kështu që mendoj sinqerisht se kjo do të ishte rruga. Edhe një çështje po du me shumë njerëz ka që kërkojnë të takohen me mua. Do të thonë, edhe kryetar partish, edhe lidersh kështu me radhë. Unë, po them haptër, unë nuk hezitoj të takohem me dikën. S'po përmendi emra qëllimisht. Po unë tashmë do takohem me kryeministrin dhe të gjithë të tjerët vetëm publik. Edhe me Ali Ahmetin, vetëm publik. Populli dhe njerëzit do të na shohin si takohemi ne në publik dhe çfarë hallësh kemi dhe çfarë të lashësh. Unë e dini kam pas dëshirë që të jem konstruktiv, kooperativ. E dini vitin e kaluar kam biseduar me kryeministrin për mundësinë e pjesëmarrjes tonë në qeveri, për shkak se kam desh t'i harxoj argumentet e etiketave për PDSH-n radikale, ekstreme, këto janë harxhu. Dhe tash nëse mua një lider i vlenit, pa marrë parasysh si e ka emrin, kërkon që të takohet, nuk e takoj, jo për shkak të mendjematësisë. Për shkak të keqkuptimit që mund krijohet në opinion se unë koketoj me ta për një mënyrë të bashkëqeverisjes. Po për të qenë kjo demokratik, legale, politik moderne, unë jam i gatshëm të gjithë t'i takojmë publik, me media, që njerëzit na kuptojnë çfarë mos marrëveshjes kemi ne, çfarë qëndrimesh kemi ne. Nuk jam njeriu që preferoj, domethënë, ekskluzivitetin e qëndrimit opozitar. Por rrethanat po e sjellin situatën që PDSH-ja vetvetiu doli si lider opozitar. Pa marrë parasysh që në këto momente duket se nuk e ka atë forcën apo potencialin e fuqisë madhe politike. Po vinë kohënat kur vinë kohë. Shumë shpejt, PDSH-ja do të ketë këtë potencial. Pse i them këto fjali? Pse i them këto qëndrime? Mos kemi keqkuptime individuale me një tjetër. Asnjë keqkuptim. Kjo është rruga dhe mënyra që na çon drejt zgjidhjes problemit tonë madhor. Ja pra, në një farë mënyre, erdhëm atë që e konstatova në fillim, se njerëzit thonë, bisedojnë, konstatojnë, me ndu thao që s'kish pas faj, me të drejt, analizat po i dalin të vërteta. Kove të fundit të PDSH-ja ka filluar një rikonstruim, të degve, të nëndegve, gjithkohon shihet një aktivitet jashtëzakonisht i kënaqshëm, s'po them i madh, po i kënaqshëm. Në një moment gjatë emisionit të thash se PDSH-ja ka qenë një organizim gigant politik. Aq gigant sa sot kemi të dalën nga PDSH, ASH1, ASH2, ASH3, ASH4 e plot disa parti të tjera. Si kryetar që qëndruat stoikisht gjatë 3 dekada e gjysmë gati. A keni biseduar me ata njerëz? Sigurisht ka pak nërësia, tek ata të dalurit nga PDSH. Keni biseduar për të rikthyer apo për të quar në rrugë që ju keni trasuar dhe vazhdoni ta trasoni atë rrugë? Jo, nuk kam biseduar. Normalisht ju jeni të interesuar dhe opinionit që unë të flasë sinqert këtu, jo të manipuloj. Absolutisht. Shto emra tjerë plot para këtyre, se Pete Isnia, kur ka dalë për PDSH, se Rufia shumë e i meri, kështu me radhë. Kjo, e thash në fillim të emisionin, do shtë në mënyrë kamufluar. I ka shtyp disa njerëz të cilët kanë vlerësuar se kjo është rruga radikale dhe ekstreme dhe nuk jep sukses, dhe ne gjithmonë ngelim në opozit. Edhe kanë kërkuar rrugë tjera, mënyra tjera, për t'i realizuar fillimisht ndoshta qëllimet e përgjithshme. Po politika është e keqe.
ka njerëz dopt që hynë politikë, kur e shohin se realizojnë dot qëllimin e përgjithshëm, i kthejnë qëllimit personal. E këtu të pret në Maqedoni na dabardan. Jo rasisht, shumë funksionar shqiptar të ish sistemit, po dhe të këtij sistemit tanishëm janë kompromituar me këtë që i ka prit pala tjetër. Ja ka dhënë një lugë mjalt, ose ja ka dhënë një pozite, kështu me radhë. Kjo ka dalë tërësisht e pasuksesshme. Unë duhet të flas edhe për palën tjetër, të mos tentu vetëm ata ti fajsoj. Unë baj një pjesë të përgjithësisë, ndaj kujt, secilit njeri antar të PD-s-s, që është largu për PD-s-s, për pakënaqësi politike, jam i gatshëm shkoj t'i përkulem, t'i ktheu prap. Asnjënit që është largu për të shku në pushtet, nuk i alshoj syt. Për mua nuk ekziston. Ose duhet PD-s-ja zgjedh një kryetar tjetër. Kush janë këta? Këta në kohën e re të historisë janë duke fillu me Zjadinin dhe duke përfundu me këto 4-5 grupacione që paraqitet. Këta janë njerëzit që manipuluan opinionin, që dëmtuan PD-s-n dhe marrën fajin historik se kinse këta luftojnë më së miri BDI-n për gjithë të tjerëve. Për një kanë përfundu në stroflën e BDI-s. Të gjithë. Dikush do thotë, po ka tash një aleancë që s'është. Vjen keq këto serbët e kanë një fjalë interesante se në përkthej mirë stari trik nova budalla. Dhe këta janë njerëz me çdo kusht që e kërkojnë pushtetin. Ata mund të më thuajnë mua, po edhe ti ke përfundu me BDI-n njerë. Ky ka qenë një koalicion parazgjedhor, kur unë pash se Macedonët kanë strategjinë që neve të na shkapërderdhin totalisht në grupacionet vogla politike dhe më pastaj të na mbisundojnë. A pati kjo sukses? Po. Sot jemi në situatë tillë që grupimi vlen nuk dihet edhe ata sa struktura drejtuese kanë në mes veti. Kjo strategji është punu në këtë drejtim. Kështu që u përgjigja drejt për drejt dhe u fokusova drejt për drejt të pyetja juaj. Çdo shqiptar që është largu për PD-s për kritik, për pakënaqësi dhe s'ka përfunduar në prehrin e pushtetit, letën paraqitet jam i gatshëm shkoj t'i lus që t'i bashkangjiten. Ama këta, të cilët janë largu për PD-s dhe kanë përfundu të pushteti, nuk jam i gatshëm as t'i shiqoj. Jo më që të bisedoj me ta për diçka që ka të bëj me PD-s. Në shikim të parë, ky duket qëndrim ndoshta tepër i sforcuar. Diçka do të merrem i vesh. Unë me të tjerët. Unë rend parë jap llogari antarëve të PD-s. Dhe në rend dytë jap llogari krejt shqiptarëve kur vinë pushtet. Jo sot që jam opozit, të jap llogari të gjithë shqiptarëve për shkak se unë nuk e kam marrë votën e shumicës shqiptarëve për të qenë në qeverisje. Është edhe tema e dytë, që ka të bëj me mbështetjen që PD-s-ja jep të qeverisë LSDM-s në mandatin e kaluar. E thjesht dhe shumë e qartë. LSDM-ja dhe kryetaria të hershëm i LSDM-s, zoti Zoran Zaev, e bën që Maqedonia të shkojë të bëjë antare e NATO-s. Dhe këtu nuk ka kurfar diskutimi se kjo ka qenë pjesë e programit dhe pjesë e platformës të PD-s. Po mendu thotë që dhe PD-s nuk kanë shku një hap më të tje. Në asnjë koketim me pushtetin për interesa individuale dhe grupore. Këta miqt që ju i qytu disa grupime që kanë dalë pej PD-s, nuk kanë asnjë argument më
tani më nuk kanë asnjë argument se këto e kanë bërë për ta përmirësuar PDSH-n ose për ta bërë kritikën brenda PDSH-s. Nuk duhet në asnjë moment me këto çështje të hezitojmë. Dikush do të thotë po secili njeri ka të drejtë që të ketë qëndrime politike dhe ata qëndrime të ndrojë. Do të them po në momentin kur merr mandat nuk guxon të ndrojë qëndrimet. Në momentin që dikush merr mandat për një formacione apo partije politike, qoftë deputet apo kryetar komune apo ministër, nuk i ndron qëndrimet, se po i ndrove qëndrimet ti trahton atë mandat që e ke marrë. Në aktivitetin ton, ne gati jemi ofru 70% të rrëmbëllësimit aktivitetit në teren, dhe kemi planifikuar që në korrike kemi kongres partijisë dhe unë jam optimist që deri në korrik ne do të rrëmbëllakësojmë 99% të teritorit shqiptarëve me organizim politik. Po unë do të vazhdoj të kërkoj, dhe këtë nuk e them me jo sinceritet, do të vazhdoj të kërkoj një njeri, një kuadër, një tri, i cili është i gatshëm ta merr këtë përgjegjësi. Të drejtimit PDSH-s. Herët është. Po, ama mos të pret dikush se une do silem me pa përgjegjësi. Kur gjendja është e vështirë, e rëndë, kur PDSH-ja është në pozitë rëndë, unë ta braktisë dhe të thëmë të shoh punët e mia. Donald Trumpin të 80 shtetin. Jo për atë, po them, nuk guxoj që të zhgënjej njerëzit se janë shumë zor të shumë keq për la dhe shumë. Nuk jam i papërgjithshëm. Dëgjova, a len pak një kuptohet se megjithatë dyert e PDSH-s për absolutisht janë të hapura? Jo, bravo. Se a ke ndëgju të gjithë gati thirrën xhaferizmi, Është mirë që e thatë këtë. Mirë po kjo nuk guxon të kanalizohet ke këta që kanë shkuar në pushtet. Pak janë këto. Për antarësin po flasë? Jo, flasë, do shkoj edhe, ma të tje, kanë 7-8. Dyert e PDSH-s me të madhe të hapin për antarësin e BDI-s, edhe të partive tjera. Dhe unë ku kam shku në teren, u kam thonë ata, duhet u aqelim derë dhe të vinë. Nuk mund të i bësh përgjegjës njerëzit që kanë votu për atë parti. Përgjegjës janë udhëheqësia asaj partije. Dhe, po ju them, kjo është mesazhi kryesor, edhe i aktivistëve tonë, edhe militantëve. Jo dyert, po edhe dallape dritare me i hap që të gjithë të bashkangjiten në këtë organizim. Pa vardisje. Pa i lodh njerëzit. Jeni optimist? Që do të ketë sukses? Po, sigurisht. Pa vardisje, pa i lodh njerëzit. Pa i etiketu pse jenë në atë partin, vetëm me mirëseardhje. Kush do të vijë te PDSH-ja, gjitha dyert janë të hapura, s'ka presion, s'ka vardisje, s'ka me i lodh njerëzit. Me dëshirë. Vetëm me dëshirë. Brenda, kur futesh në PDSH, detyrohesh të respektosh disa rregulla, që janë brenda funksionimit të statutit partisë. Dhe këto rregulla kanë të bëjnë për me qeverisë shtëpinë tonë si duhet. Nuk kanë të bëjnë për dikend për ta bërë të pestë në shtatin, apo dikujt t'ja pamundsosh që të kandidohet për kryetar partije. Dhe unë mendoj se kjo është rruga që e çon PDSH-n drejt përforcimit. Në anën tjetër, qëndrimi i PDSH-s shumë shpejt do të del në shesh se kjo është opozita e vërtetë brenda shtetit. BDI-ja është opozita e stisur, opozita manipulative, që ka qenë pushtet 25 vjet dhe këtu po mundohen të arsjetoj këtë qëndrim të fuqishëm të PDSH-s anti-BDI, që shpesh në opinion krijon huti se ma shumë duhet me qenë kundër qeverisë, pa diskutim. Pse po unë atë mlefi anti-BDI? Jo, nuk është mlefi, nuk është qëndrimi kundër. 25 vjet. Në ato 25 vjet mashtrime kapitale, të rënda, të pafalshme, ne ju çliruam. PDSH-ja është për ndarje të Maqedonisë, është shpifje e rëndë. Shpifje shumë e rëndë, likvidus, kur i thunë njerëzve kështu, njerë kontribuon shumë për atë
ndalesën e vizës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pastaj i thua shtetit grahu këtyne, vraj prej, burgosi, se këto janë kundër funksionimit të shtetit, është politike e vjetër. Dhe e treta, kur të vish të bish në opozit, thua atash ju duhet ta bëni gjuhën. 25. As gjuhën as liq. Dhe e katërta, po 10 vjet në qeverisje me Gryosin. Qeveria e cila u kvalifikua nga bashkësia ndërkombëtare, nga proceset e ndryshme gjyqësore, qeveri totalisht e inkriminuar. Dhe ti nuk del as lehti pa prekur, vetëm nëse nuk ke bërë kompromise shumë të mëdha. Me çka? Me atë që përfaqëson. Me atë që duhet të realizosh. Sa i përket e Vlenit, është një grupim politik që po mundohet të bëjë diçka ndryshe. Pa sukses do tjetë. Pa sukses. Por nëse qasja e PDSH-s do të kishte qenë ndaj Vlenit direkt, atë PDSH-ja do të ishte BDI. PDSH-ja nuk do të ishte as pak korrekte. Po qasja jonë ndaj Vlenit dhe ndaj qeverisjes, falni që po e them drejt për drejt, 4 shqipërisht dëshmu vjetë. Ne kemi bisedu 3 muaj për të hyrë në qeveri. Dhe unë nga korektësia që e kam njerëzore që kur nuk i nxjerrit gjanat jashtë të cilat janë në bisede sipër, s'është korrekte. Po deshta të them s'është burnor, nuk është njerëzore. Ne kemi thonë, jo, nuk bëhemi pjesë e qeverisë. Po me afru Aliametit, çka e ka ofru me Duthashit, me Shkoshki, pa dalë Sabahi bëhet pjesë e qeverisë. Me këtë e them me plot përgjegjësi. Dhe nuk i iki atij qëndrimi se pamundësimin e pjesëmarrjes BDI-s në qeveri, apo pamundësimin për bërë qeveri mes VMR-s dhe BDI-s, e ka ekzekutu Menduthashi si drejtues i negociata. Pse do thush për Renati? Jo, s'ka politike natë. E kam pas atë janë të gatshëm gjithçka të pranojnë. Kur far kushti, mos të vendosën. Dhe këto janë gjonat që dikujt nuk i pëlqejnë. Këto janë gjonat që edhe një pjesë e antarësisë PDSH-s mund të thotë pse kështu. Ky realiteti është i dhimbshëm, është shumë i vështirë, po ky është realiteti politik. Përndryshe, nëse ne të gjithë tash i gjuhemi e Vlenit, ne në mënyrë të automatizuar e legjitimojmë një politikë të dështuar të BDI-s dhe të Aliametit 25 vjet. Çfarë dyshani? Skopje 2014. Enciklopedia. Tragedia e Kumanovës. Tragedia gjena jo. Dhe sot e kësaj dite, ende nuk kemi një sqarim publik, politik dhe juridik të asaj tragedie. Dikush mundohet që ta vendos një paralele mes tragedisë të vitit 2015 në Kumanov dhe rastit Brodreqit. As pak s'ka të bëj me një tjetër. Rastin e Kumanovës janë njerëzit njohtën, me karriera të vërteta dhe të shkëlqyera ushtarake në zonën Lipkovës, me emër mbi emër. Janë njerëzit të cilët kanë dhënë kontributin e sakrificën më të madhe që Aliametit vinë pushtet. Dhe sot kemi një heshtje se kur gjë s'ka ndodhur. Pse? Është plotësuar një dëshirë e Maqedonëve për të bërë një hakmarrje ushtarake ndaj shqiptarëve dhe për të menduar se e kanë zgjidhur këtë problem. Kështu që unë e di se kur flas një pjesë të njerëzve nuk u pëlqen kjo që flas, po unë investoj në të vërtetën. Nuk investoj në politikë manipulative. Unë e di, jam plotësisht i vetëdijshëm si ndjehet sot Aliameti i vërtet kur mbyllet shpinë e vet në dhomën e vet. Kur e pyet veten, çka ndodhi me vitin 2001? Pse u bë ajo? Kur e pyet veten se pse sot ngeli si peshku në zall? Për shkak se është peshk artificial, i prodhuar për të pruar një situatë të këtillë. Kështu që nuk kam shumë dilema në rrugtimin e mëtutjeshëm. Nëse brenda PDSH-s ne bëjmë beneficione tilla
që një antar që sot bëhet antar i ri i PDSH-s, ai vjetri vazhdon ta mbaj atë aurën ti thot, abe ti sot ke ardha, ti në pikur jam unë PDSH. S'është parti kjo. Atë është klan kjo. Edhe unë momentet saktume, kur i shoh njerëzit e ri, plot ka. Atë njëse disa kryetarë të degëve të PDSH-s janë zgjedhë, stash janë antar të BD-s, të njoftun. Unë me plot vedije këtë kam po. Se nuk mund t'i bëjmë përgjegjës në 100.000 njerëz. Përgjegjës janë çato që janë. Edhe unë kur bin pozitë keq që u them, dëgjoj, mos u thoni gjithëve, po do një që e njihni, kur të thotë kështu thuj, ama ti ke tradhtu po të shëntash, më thuj se unë kur kam qenë nuk mund ta lejoj që të bëhet ky dialog i brendshëm i cili shkakton probleme. Po dësheja duhet në të ardhmen t'i ketë karakteristikat ashtu si shikojmë në një parti gjithë shqiptarë. Pa jeti këtu të tjera që janë dikun tjetër. Nëse nuk e kultivojmë këtë mënyrë të organizimit politik shqiptarëve, lirisht shqiptarët do të shkojnë të bëhen antar të LSDM-s edhe DVMR-s. Ma shumë do të kryejnë punë personale, më shpejt do të kryejnë hallet dhe problemet grupore apo individuale, po kërkesa kombëtare nuk do të ketë. Nëse duam ta kultivojmë kolektivitetin tonë nacional, me veçantit tona, qofshin kulturore apo të tjera, ne duhet të kultivojmë organizimin politik shqiptarëve. Profesor, si kuptohet politikisht nga një politikan me një background të madh, një bagazh të madh politik, të ftohesh vazhdimisht në studiot ndryshme televizive të jashtë mysafir. Qoftë Maqedoni, qoftë në Kosovë, qoftë Shqipëri. Vitin e fundit, me ndu thatë që është vazhdimisht gati mos thëmë çdo javë, po spaku nga 2 herë në muaj je prezent në për emisionet. Çka flet kjo në terenin politik? Është një rikonfirmim i qëndrimeve të PDSH-s. Me kohë, gjatë shumë. Unë e di se dhe një pjesë e njerëzve, disa duan të ngacmojnë normalisht, s'ka ma analisti mirë se ti. E di pse e thujnë këtë, se duan të ma ulin nivelin. Jo nivelin e liderit. Unë jam analist, s'kam parametra të analizë. Unë jam lider që i parashoh gjërat. Dhe kjo e vërteton përcaktimin tim dhe përcaktimin e PDSH-s. Kosova dhe Shqipëria, në raport me ne shqiptarët e Maqedonisë, kanë në vetje një mendjemallësi. Mos them në çmim. Kanë në vetën i bindje se janë manalë se ne, se janë më të përgatitur, dhe unë me vetë, dhe një çfarë emisionet të ronda kam pasur dhe unë qëllimisht e kam marrë këtë, ja kam dhënë si obligim vetës që t'u tregoj atyre se ne as pak nuk jemi më pak se ata. Qoftë si numër, po qoftë si kvalitet. Dhe kuptohet tanë kohës duke u mundu që t'i animojmë që ata të ne apin një mbështetje në ecën tonë për para. E mbështetje mungon, nuk mund të rejun, nuk mund të gënjej, abe folë kundër Shqipnisë. Së është e vërtet, vetëm realitetin e të. Shqipnia dhe qeveria e Shqipnisë nuk e din ku e ka gishtin e madh të kamës ku i ka flokët. Një gjendje shumë të rëndë, vështirë, të brendshme. Me një blokim të procesit të gruas se ata janë të gatshëm gjithçka të bëjnë. Pse? Kryeministri i Shqipërisë në rend të parë është përgjegjës para qytetarëve të vet. Dhe mu shumë ka zhgënjy nga dishmëria e tij për të nënshkruajtur bashkë me Vučićin që të eliminohen pengesat për të qenë Serbia antar i Bashkimit Evropian. Po Serbia cilin kusht e ka kushtin madhor për ta pranoj Kosovën. Dhe mu më pengon shumë qeveria e Kosovës, hiç s'm pengon se e përkrah vlenë. Edhe mu ka përkrah në një parti për Kosovë. Edhe Ali nuk është ky problem. Mos kemi keq kuptime. Po mu më pengon se nuk kam dëgju për kryeministin e Kosovës hala një fjalë kritike për qeverinë e Maqedonisë. Për qasën e tyre ndaj shqiptarëve. Dhe unë kur u them njerëzve tonë, shqiptarët e Maqedonisë, të shiqojmë ne mirë veten,
dhe përcaktimin tonë të mbajmë drejt Bashkimit Evropian dhe drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës në mesazh du t'jap një seriozitet se ora ata kanë hallet mdhaja shumë mos t'ju rrejnë këta të dy palët se shkoj ke ai Arben Taravarit, Albin Kurti, e nxirësin djalin e Zotit Xhaferi dhe ku i kanë ato gjana? S'është as Albini, s'është as ai Taravari, s'është as djali Arben Xhaferit, punë e madhe se s'janë, edhe mos qoftë edhe me ndu thashë punë e madhe, po ku ngesi, ku na mbeti, çështja. Kështu që du njerëz në Maqedoni, shqiptarët Maqedonisë të bëjmë dije se ne jemi përgjegjës. Ne jemi përgjegjës për vetën. Ne vetë duhet ta ndryshojmë situatën tonë. Vetë duhet i futem një kritike të vërtet, që pse ne e votojmë atë ditë qatë shkollaj. Kemi frikë për pushtetit. Marim 1.000 denar, apo 500 denar, apo kemi në një mytë shprehjes se hajse na kryjnë në një punë që janë pushtet. Pse bëhet kjo? Pse kaq lehtë disa njerëz vojpet mandati dhe fuqia. Dhe se di është në rregull, po prap për fillim të intervistës thash, unë dhe me ty personalisht, me televizionin tu i kam vendosur shkashmërisht jemi i sinqert si rezultati respekti që kam ndajush, por edhe ndaj njerëzve që u flas. A dhe nëzirës, kjo e ronë që dhe e them, po e mendoj unë. A pse njëherë mu s'me jep një votëm dhe dole, a Miskovski kush dojë, ta provojmë në spaku një 2 vjetë, jo 4 vjetë. Se ne tash e kemi bo Alia dhe BD-ja nga Miskovski, vëmërë, së është e vërtet. Alia meti qaf për qafe, 7, 8, 9, 10 vjetë ka qenë me qatë vëmërohë me Gruevski dhe Miskovski ka qenë, nuk është e vërtet, kjo është mashtrim. Kërkesa e mbështetjes PDSH-s për mua, kaq 2 vjetë, një mbështetje dhe kushdo që tjetë në anën tjetër, s'ka t'i të nëmë aty. A lufton për vete, lufton për interesin e popullit vetë. Ne shumë e kemi bërë një situatë tillë që për gjithë shka ata i faqsojmë. Ka shumë gjana për cilat do të faqsojmë vetër. Që tolerojmë një kryetar partijet në shpallet për dërë. Që s'ka shkollim të lartë. Ka shumë gjëna që cilat do të fillojmë si vetë kritik të i shohim. Shkollim i paregut, një sistem i diplomimit dhe i magistraturave dhe doktoraturave, cila gjë që tolerohet nga Maqedonasit, pse është munges kvaliteti. Një përcjellje e një Turqia underground në jetën tonë, jo Turqisë vërtet, që është NATO, që ka civilizim perëndimor, e kështu me radhë, në jetën tonë publike dhe shoqërore. Një demonstrimi madh i një paqartësie tash mediale, intelektuale dhe tjetër, që ka ndodhë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kretë këto neve në lanë pasoja, si kompë, si njerës. Ama kur ti e stimulon pseudokvalitetin në përmjet të disa njerëzve që vinë në poste drejtuese dhe vetë moralisht shkollimin e kanë të dyshim, të rreshëm, apo të falsifiku, s'mund të akuzosh Maqedonin për këtë. Kur ti ke njerëz të cilët kanë qenë pushtet 20 vjetë, dhe nuk kanë arritë që ta ngritin ligjin prap, po bëhem ndoshta i mërzitshëm për përdorimin e gjuhës apo të tjerat. Është vërtet që mund t'i akuzosh ata. Kemi gjuhë, ligj për gjuhë apo ja? Jo, është një ligj 20%, po. Se përmendë dhe ne kemi takuar edhe ati sistemit ku në 74-ën Shive, shumë me kushtetut ka qenë gjuhë shqipe. Jo vetëm ajo, po ne e njohim mirë si funksionon sistemi apo antisistemi kundrejt nesh. Ne nuk kemi jetu në për podrume të skajshme, të një ilegale, të paqartë politike, edhe sot të egzaltohemi se në parlamentin e Maqedonisë kemi arrit një sukses, pas 20 vjetëve,
që neve deputetëve që me shqiptarët në shpërndarën materialet edhe Shqip. Për them, Komiteti Qendror i Lidhjes Komunistëve të Serbisë, jo të Jugosllavisë, të Serbisë, të Republikës Serbisë. Gjitha materialet janë shpërndarë Shqip, Komiteti Qendror i Serbisë, që diskutohet që ata kanë qenë si deputet, antarët e Komitetit Qendror, edhe gjuha Shqipe, po si ka qenë ajo? Manipulative. Mashtrues. Cili është zyrtarizimi i vërtetin e gjuhë? Kur shteti flet në atë gjuhë. Çka ka kjo fjali kaq të komplikuar brenda? Ka. Shteti do të flet edhe në gjuhën shqipe kur më së paku buxheti i shtetit do të investoj 500 milion, gjys miliardi euro për të funksionuar shtetin të gjuhë. Kur shkoni bjen shqiptari shalterit, shalterit duhet flet shqip dhe duhet shkruaj shqip. Jo, shqiptarit flet maqedonisht. Ose shqiptarit flet edhe shqip edhe maqedonisht. Po kjo s'ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe tash, si që tash edhe paraprakisht, nëse i shkojmë drejt kësaj strategjie, atëherë do të përfundojmë në 1000 vjeçarin e ardhshëm, do të arrijmë që ta legalizojmë gjuhën shqipe një 2% apo 3%. Nuk është mënyra e punës, nuk është sistemi i punës. Unë harrova dhe ta marrë me vete sot, për shpejt do nxjerrim publik Kushtetutën e Serbisë për përdorimin e hungarishtës. Me avansume. Po thjesht nuk është vetëm te formulimi politik. E drejta politike, nëse nuk transformohet në mirëqenje qytetarit, manipulim është. Manipulim. Nëse ne shqiptarët nuk kemi mbrojtje sociale të njëjtë si Maqedonët, nëse ne shqiptarët nuk e kemi punësimin e njëjtë, nëse ne shqiptarët nuk kemi sistem të kreditimit të njëjtë, nëse ne shqiptarët nuk kemi mbështetje studentëve të njëjtë, këto janë më pastaj këtë shaka politik. Është shumë më komplikuar të marrit me politik, se sa një fjali e madhe, apo një patriotizëm i rrenshëm, çështja kombëtare, flamuri kombëtar dhe gjuha. Është shumë më thellë e të marrit me politik. Është shumë më konkrete, shumë më e prekshme. Kryetar, qytër herë këta djamë të regjisë më sinjalizojnë u te kalu limiti, po ne prapë se me ndothrasi s'ka qenë moti këto mysafirë dhe pak do te kalojmë. Pas gjithë kësaj situate që po e shohim tash disa vjet në Maqedoni, jeni optimist se dal nga dal PDSH po rimo këmbët? Po diskutim. Por ata jam optimist, unë jam edhe optimist se shqiptarët do të arrijnë që të zgjidhim hallet tonë. Mu vjen keq se unë nuk jam për atë liderëve që du që popujt tjerë dështojnë, dëmtohen, dhunohen. Mu sinqerisht vjen keq se Maqedonasit momentalisht kanë mungesë të vërtet të elitës politike dhe intelektuale dhe se shohin veten çka janë të bë. Shkojnë drejt asgjësimit. Maqedonia nuk mund të mbjetoj dhe të ecë përpara me një sistem vlerash mesjetare apo me një mos orientim gjeostrategjik si duhet. Cili është orientimi gjeostrategjik? NATO-ja dhe të shkorit drejt Bashkimit Evropian. Vetëm na marrin kohë, vetëm kanë dëshirë që të na lodhin, të na maltretojnë. S'kan ku ikin. Ne e shohim si po funksionon bota e civilizuar dhe bota moderne. Pse po flas me optimizëm? Për shkak se këtë kjo që ka ndodhur në botë, ndëshkohen liderët dhe popujt të cilët bëjnë dhunë ndaj të tjerëve, të cilët i shkelin të drejtat e të tjerëve. Tu fillu prej Venezuele e deri në Iran e në vende të tjera. Po, do thush, pse mas jam optimist, pse flas me kaq këmbgulsi dhe shqetësim të madh.
ta përshpejtojmë kohën. Ta përshpejtojmë kohën. Se e ardhmja, nëse nuk është e tanishmja, nuk ekziston. Nëse e tanishmja nuk është e ardhmja, është vetëm manipulim për magjistarët politik, që mos them shtëriat politike, të cilët manipulojnë njerëzit vetëm veten kohë, jetën e vet, ta kenë të mirë, ta kenë të rahatshme. Në këtu do t'ju kisha plotsu, shiko pak edhe mbrapa, se e kaluara është udhërrëfim për të ardhmen. Po sigurisht, ama nëse e tanishmja nuk kultivohet nga politikanët, dëgjoj, shkrimtarëve, artistëve, letrarëve, u lejohet ëndra e të ardhmes së ndritur. Politikanëve jo. Politikanëve u lejohet vetëm e ardhmja e cila ka kuptim në tanishme. Se kjo mënyrë e veprimit e kemi hangur në korris ne. Neve në është thonë 2001 se në sliru. Gjitha i keni. Dhe ne sot njëti njeri që ne ka thonë atë 25 vjetë mas, në thotë qes në lanë gjuhën të përdorim. Janë kundër gjuhën shqipe. Në këtë drejtim po them ta përshpejtojmë kohën, që edhe ne, që jemi më në mosh, po edhe njerëzit që tani janë të ri, të themi, e ardhmja është e të rive, gënjeshtra, e tanishme është e të rive. Se nëse flet me këtë gjuhë, kjo i gjanë formuliveve romantike, që më pastaj i privoj, mori për veti marksizmi, marksizm-leninizmi. Dhe pasoja t'i dim në botën se çfarë pasoja ka pas nga në vendet ku ka veprua, apo ku ka qeveris doktrina marksist-leniniste. Për këtë arsye, përforcimi, ringritja, forcimi i PDSH-s vetëm do ta përshpejtoj kohën që ne sa më shpejt qytetarit tonë t'i ofrojmë një mirëqenie. Këto do ta rimbillim me këtë pyetje. Kisha edhe më herë t'ju pyes, por e thatë shkurtimisht. Gjithnjë keni kërkuar ma jepni një herë mandatin. Do të ketë zgjedhje tash, nuk e dim në motë 2027, 8 apo kur. Çka nëse ja u jep mandatin? Çfarë do të bëj PDSH-ja si prioritet? Njerë besoj pajtohen edhe shumica opinionit pajtohet. Unë nuk jam mendje madh, nuk jam që mendoj se jemi shumë afër. Unë do të vazhdojnë me këtë rrugë dhe ta kërkoj mandatin. Për shkak se e kam planin, për shkak se mendoj se e kam dëshmu veten. 2 herë në qeverisit shkurt. Po unë nëse e marr mandatin, planin e parë që du të realizoj është pa ndryshime juridiko kushtetuese, nuk ka bashkëqeverisje me të tjerët. Ato ndryshime juridiko kushtetuese nuk do t'jenë anti-Macedone. As anti-Macedonis, po do t'jenë pro-shqiptare që ne nëpërmjet normës juridike të arrijmë barazin me Macedonët. Se çdo barazi tjetër e preferuar përfundojmë te Komiteti Qendror i Serbisë që gjuha shqipe ishte zyrtare, përdorishte, por represionin ndaj shqiptarëve ishte kriminal, sigurisht. Nëse ndryshimet juridiko kushtetuese arrijmë t'i bëjmë që shqiptarët njëjtë t'i bëjmë vendimmarrjes tu i respektu normat ndërkombëtare, tu respektu ligjet ndërkombëtare, tu respektu procesin demokratik, nuk kërkon PDSH-ja këtu të bëhet një shtet i ri me norma të reja, mendoj se atëherë do të jetë shumë më lehtë për të bashkëqeverisë shqiptarët e Maqedonë. Dhe mendoj se atëherë nuk do të ketë nevojë për lider të fortë. Ndoshta nuk do të ketë nevojë edhe për parti të fortë, do të ketë nevojë për njerëz, gjenerata të reja, të cilët janë të përgatitur, e njohin si funksionon inteligjenca artificiale, dhe ata e kuptojnë se cili pi liderëve në shkrimet e veta publike, më falni apo statuse, e pyet inteligjencën artificiale të çka të them për këtë punë, dhe cili është lideri i cili vetë me mendjen e vet, me përgatitjen e vet, i jep qëndrimet. Unë do të punoj që të vi deri te ajo, do të mundohem pa diskutim të sillen në mënyrë konstruktive, që mos të krijojmë këtë shkuptime, dhe jam i gatshëm me gjithkën të bisedoj dhe të takohem. Përveç me qeveritar, me të cilët
mund të takohen vetëm në publik që opinionit kuptoj çfarë qëndrimi është dhe për çka ndahemi ne. Përndryshe, po përmbyll me falenderim për këtë ftesë edhe me një përkujtim të atyre viteve. 93-shin s'ka qenë si sot. Me marë një udhëheqës të PDSH-s apo me e di krejtë dhe vështërsi që keni pasur më pastaj. Sot është pak më lehtë për shkak të një procesi natyror demokratik që ka shku, jo për shkak të meritës së Ali Ahmedit apo dikujt tjetër se na pas ka çliru. Unë mendoj se dhe këtu duhet ta përmbylli. Forcimi i PDSH-s është forcimi i shqiptarëve. S'është as dam për Maqedonën, po s'është as dam për partitë tjera shqiptare. Në këtë drejtim do të jemi gatshëm që të punoj dhe të veproj politikisht. Faleminderit shumë. Kuptar, ishte kënaqësi që të pata mysafir, me siguri deri në kongres do të takojmë sërish, do të përcjellim edhe aktivitetet, ne të dëshirojmë sukses. Faleminderit. Falenderojmë që ishe pjesë e podcastit tonë. Shikues të nderuar, edhe juve ju falenderoj për vëmendjen dhe kujdesin që patët gjatë këtyre mbi 70 ca minutave. Mirë po tema ishte interesante, mysafir kishim kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendo Thaçi. Mirë bashim me episodin e ri të podcastit. Përshëndetje edhe njerë për shikuesit tanë në diasporë.